vitit, pash në ditën kur qytetarët janë ditën e tyre më të tërta dhe e shohin varfërinë e tyre, miraton dhe voton projekt buxhetin e vitit 2026. Një parlament i cili deputetet e cilit janë deputetet më të pasur në Ballkan dhe që paguhen mos shumti në gjithë Ballkanin, por që janë në të njëjtën kohë edhe deputetët e popullit më të varfër, jo vetëm në Ballkan, por në gjithë të Europën. Ky buxhet i cili votohet sonte, është i buxhet i cili në masën më të madhe, në shpjesën tërmuese të tij, është i mbushur përmes 2 burimeve kryesore. E para përmes tatimit mbi vlerën e shtuar, pra tatimit të çdo buke, të çdo kafe, të çdo perime dhe zarzavate, të çdo fletore dhe çdo blerje tjetër, për të përmbushur nevojat eksistenciale dhe jetësore të familjes tona. Burimi tjetër i këtij buxheti, nga cila arka e shtetit është mbushur, është tatimi i punës, i tjerësës dhe i krahut të njerëzve, të sakrificave dhe të kontributeve të këtij vendi. Tatimi i klasës punëtore dhe i shtresës mesme, tatimi i profesionistëve dhe i të papunëve. Pra, këto janë 2 burimet kryesore përmes cilave është mbushur ky buxhet, i cili qeveria mburret me to dhe thotë se është një buxhet historik për nga mafia e tij, por është historik edhe për nga paparazia dhe për nga hajdutëria dhe për nga abuzimi. Ky buxhet i cili është mbushur duke tatuar 20%, mbani mend, 20% e çdo buke që u bleni i shkon të shtetit, por ndërkohë në anën tjetër, ky shtet i cili paguar taton 20% bukën e çdo qytetarit, taton 6% kazinon, dhe taton 0% investitorët strategjik. Pra miqtë e pushtetit, klientët e pushtetit, oligarkët e pushtetit dhe gjithë hajdutët e tjerë, gjithë skotën e hajdutëve në këtë vend. Ky buxhet, ky shtet, i cili e takson 23%, një profesionist lirë, dikë që ka studiuar gjithë jetën, që të jetoj pak më mirë se masa e tjerëve, në anën tjetër takson vetëm 8% dividendin e oligarkëve që ndajnë parat në kompanit e tyre të mëdha. Për ta parë, qeveria jonë është e para qeveria absurde dhe irracionale. Ja u merr lekët, i shfat njerëzit më të varfër të Europës, i shfat pensionistët me pensionet më të ulta të Europës, i shfat punëtorët me pagat më të ulta të Europës, dhe ku i çon parat? Parat nuk i çon tek njerëzit, parat i çon tek ata që ka edhe për shumë pare, i çon tek miliardierët, i çon tek klikat e Belinda Ballukut, e cila sot është akuzuar seriozisht për korrupsion dhe pritet që ta arrestohet nëse Edi Rama, i cili ka lëshuar gjithë shokët, gjithë oficerët kryesorë të partisë, gjithë establishmenti i ka shku në burg, sot po sulmon drejtësinë dhe thotë se drejtësia nuk mund futet në punët e qeverisë, pra në punët e hajdutërisë së saj. Ne jemi këtu për të thënë se ky buxhet nuk mund miratohet kështu edhe nuk mund shkohet më tej kështu. Nuk mund i marrësh parat njerëzve të zakonshëm dhe të qosh afro 30% prodhimit përgjithshëm bruto për koncencione dhe të qosh vetëm 2.5% për arsimin edhe 2.9% për shëndetësisë. Nuk mund të japësh 100 miliona euro oligarkëve dhe të arritësh pensionistit pensionin me 2.000 lekë vjetra në muaj. Ndërsa punëtorit me pak minimale me 50.000 lekë vjetra në muaj. Ndërkohë që ne e shohim se kostot e jetesës rritën çdo ditë dhe një qytet i cili po mbushet me kulla droge, brezi jon i 20-30 vjeçarëve të sotëm duhet të robërohen kredi
kanë ëndër që të keni shtëpi tyre dhe përkundër prindërve tanë, ne nuk mundemi ta çojmë gujnë më lart se ata. Përkundrazi, ne nuk mund të kemi shtëpinë tonë, nuk kemi siguracione sociale, nuk e dim nëse një ditë të dalim në pension. Pra